Nëse partitë e djathta, partitë konservatore, themi thonjza, bëjnë gjën e dur, ai vend bëhet demokratik. Nëse nuk e bën ai vend shkatërrohet. Dhe ai merr një ai e studion historinë politike të botës që nga koha e Anglisë e vitit 1840-1850 dhe ka marrë disa vende, ka marrë Anglinë, e cila është vendi model ku partia konservatore britanike bëri këtë lloj themi kalimi, negocimi nga rendi i monarkisë absolute në rendin demokratik, është më demokratik në botë. Ka marrë rastin e Suedisë, ka bërë gjithashtu këtë lloj kalimi demokratik në mënyrë spektakolare. Ka marrë dhe rastin e Italisë që dështojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Shkoi erdhi Mussolini. Ka marrë rastin e Spanjës, se përfundoi një luftë civile. Pra është dështimi i elitave të djathta, konservatore në Spanjë, në Itali, dështimi i turpshëm, në Gjermani, dështimi i llahtarshëm. Erdhi Hitleri. Në Suedi apo në Britani ishte komplet ndryshe. Që ka pak si ruletë ruse kjo prova për konservatorët. Patjetër, sepse ka një që partitë konservatore, thot ai, duhet bëjnë dy gjëra. Duhet të shkëputen nga trashëgimia e vjetër, edhe të mos bien dorën e krahut radikal. Pra, se mund të bish kollajn dorën e krahut radikal. Kjo është ajo që po i ndodh Partisë Demokratike sot? Po, Partisë Demokratike sot ndoshta edhe partive të djathta më botë, ç'është kjo AFD-ja për shkak. Është çmenduri është ajo. Le Peni, s'ka lidhje fare as me konservatorët me djathtën. Pra, mund të degeneroj këtu. Po degeneroj këtu, është dramë. Partia Demokratike Shqiptare nuk arriti dot. Shiko, janë disa gjëra që do duhet i bënte. Është ajo duhet të institucionalizojë si parti e djathtë pak a shumë. Pra,